Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes se dashur. Shumë mirë. Mirë, gëzohem shumë. Edhe unë gëzohem që edhe ty je mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Ambisa. Ju urojmë një ditë të bukur dhe ju ftojmë këtu te këndi i gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Receta të mira, të thjeshta, tradicionale, pranverore mund të them, dhe çfarë do të jenë këto? Atëherë, do të kemi, nuk do të bëjmë speca të mbushura, por do të bëjmë harxhin e specave të mbushura. Pra do të kemi, e themi recetën harxh ose manxh. Me thënë, zona e Tropojës e thot manxh. Ndërsa zona, do me thënë këtu e Tiranës, e thot harxh. Me thënë harxhi i gatimit që mbushim specat, ose që mbushim byrekun, ose, do me thënë, kjo është ideja e kësaj. I kemi këtu merat, specat, qepë, domate, hodhra, majdanoz, kopër, nene gjik, krip piper, salc, një dorë oriz dhe mund, sepse shumë pak i hedhin në këtë lloj, se bëhet edhe një tip fërgese. Vajt edhe krip piper. To ja. Iku, u bërë receta e parë. Mbaroj receta e parë. Tani do të kemi dhe bukë misri, të cilën neve këtë nuk do ta kemi kështu të thjesht bukë misri, do ta mbushim me djathë themun edhe me domate. Që do të thotë, do të bëjmë brumin e parë neve për bukën e mistrit, edhe do ta shtrojmë. Pastaj mbasi do shtrojmë brumin, por edhe brumin nuk do ta bëjmë kështu thjesht, do hedhim mielin. Kemi këtu një maj luge të kafe sod, do të kemi një 2 vezë, do të kemi edhe kos. Kështu që këtu do të bëjmë brumin. Ani do të tregojmë prapë më mbrapa, mendoam se nuk morëm këtë. Sodën. Një lugë e vogël. Të kafes. Kaq. Ja, kjo është soda, e lam këtu brenda që mos të vëndehen tjetër. Okej. Do të bëjmë brumin edhe një 2 lugë vaj dhe do ta shtrojmë këtu. Pasi kemi përgatitur brumin, që ne do t'i tregojmë direkt këtu me juve, do të hedhim vezët me djathë që do t'i rajmë, do të shtojmë edhe domate sipër, pastaj sipas dëshirës mund të shtoni rigon, lene gjik të thoshja në momentin e fundit, nëse keni të thatë, do t'ja hidhni që në fillim fare, sepse i shkon edhe jep një shumë shije bukës së misrit. Në rast të kundërt, kur e nxirrni nga fura, e spërkasni me pak rigon, do me thënë kur është e nxehtë që të lëshoj aromën rigoni, jo kur e vendosni në furrë se e hidheron, digjet dhe hidherohet. Do të bëjmë edhe një recetë tjetër të thjeshtë, prandaj ju thash që janë shumë të thjeshta, që do të kemi kungullore, them. Të fare të susamit i dua këtu Anila, më thon drejtën. Nga buka? Nga buka. Okej, ja e bukës mistrit. E kalojmë në familjen. Po duam i hedhim dhe aty, po nuk ishte llogaritur për andej. Do të kemi kunguj të njom, të cilat i grini në rende, ose në atë makinën grish se e kam grir unë. Gjithashtu do të kemi vezë, qumësht, miell. Kjo është kungullorja, do me thënë pa pet pa gjë, kështu. Kungullore. Do të hapur. Atëre pas kemi goxha punë sot. Kemi goxha. Nga do ta nisim ne? Unë do të nis me këtë bukën e mistrit, por do ta vendosim qepën që të na zbutet. Nuk e bërë një bukë përpara? Jo. Atë kemi bërë për kështu. Për shoqëruar përgesën. Pra, ke bërë diçka përpara, po nuk është kjo buka që do bëjmë tani. Jo. Edhe tek qepët tani, mund do hedh pak ujë në fakt që të më në rregull. Zbuten me ujë, edhe pastaj do t'i hedh vajin. Okej. Se e bën këtë veprim, Kati? Që të zbutet një çik qepa. Se vaji e forcon. E kuptoj. Kështu që e zbut, kjo tani një çik, edhe pastaj do të hedhim vajin, do të hedhim edhe kripën, që edhe kripa është ajo që e zbut. Po pra, ndaj të pyeta pse ujë këtë herë, sepse një nga veprimet e zakonta që ti bën është ti shtosh krip kur e ka vërtis. Si më të plot qepën të prerë. Nuk e ke imët. Nuk e kam të imët, kështu që sepse doja që të kisha edhe domaten e kam prerë në copza në kubik. Duaj që të dëgjohet qepa, po jo të kërcas. Dhe më thënë, tjetë qepa, dhe të më marja të shijen e mirë. Dhe unë filloj me njerë këtu Anila. Unë tani nuk do t'i hedh, do t'i hedh mesu i hodha këtë si tu ashtë sodën. Do t'i hedh mielin e mistrit. Mielin e mistrit të verdhë. Mielin Ola nga kompania Atlans. Shikonin pak çfarë cilësie ka mielin. Një 2 vezë. Ka një ngjyrë të shkëlqyer, është i shkrifët, është pas një lloj njolle në sipërfaqe, ka një aromë fantastike gjithashtu. Janko, e kemi e gjeni me këtë paketim. Gjithashtu keni dhe variantin tjetër të miellit të mistrit të bardhë, që vjen në ngjyrë pak më të çelët, por të dy janë fantastik. Varet nga receta që ju do të zgjidhni për t'i përgatitur. Për këto pispilit, për bukën e mistrit, varianti i miellit të mistrit të verdhë është ideali, pa diskutim, duke zgjedhur miellin
Ola nga kompania Atlas. E kemi thënë që është i domosdoshëm në kuzhinë mielli. Në të gjitha variantet e tij ju mund t'i përshtasni në varësi të gatimeve, si në rastin e kungullores, për shembull, ne do ta përgatisim me mielin për çdo përdorim. Po sigurisht që shin në ekran keni edhe të tjera paketime integrali, mielli farinapi, përgatitjes së ëmbëlsirave, keni mielin bio me paketimin jeshil në sezonet të caktuara. Ola kujdeset të sjellë edhe të tjera paketime të tipit të mielli për ballokume, për shembull në muajin mars jemi pikërisht në ditën e verës, kështu që duke ju përshtatur edhe sezoneve, edhe festave dhe mënyrës se si ne ushqehemi, kompania Atlas i përshtatet konsumatorit me të gjitha kërkesat dhe nevojat që ata kanë. Shumë mirë, Anila, të lumë goja për informacionin që dhe anvisave. Atere, të dashur anvisa, neve ju pritëm këtu në rrath, pa shiko. Vezët Ovital. I kemi të dyja këtu. Super të freskëta. Anila dhe unë. Kati, do gatuemi ne. Do gatuemi, po. Kemi hedhur sodën, mielin, do t'i hedhë pak krip. Nuk e do shumë kripën mielli, misrit. Me thënë drejtën, unë nuk e preferoj shumë. Duhet të ruajt ajo ëmbëlsia që mielli ka. Do me thënë të ndihet pikërisht shija e miellit të misrit. Tani, leti përziem një qik këto. Hedhim vezët. Si vezë shati duken këto, Anila. Sepse janë super të freskëta dhe janë të ardhura. Hedhim kosin. Në kohë rekord, shpejtësia e shpërndarjes së vezëve, Ovital është një ndër sekretet edhe një ndër veçantit që kjo kompani ka, pa diskutim dhe i gjithë terreni dhe ambienti, super inovator që është i përshtatur për mirëmbajtjen e pulave, pa diskutim edhe të vezëve. Podëm dhe vaj. Mjafton ta testoni, ta provoni, ta shijoni që në vezën e zier, që në atë omletë, në vezën e skuqur fare thjesht apo në gatimet të tjera, diferencën e vezës Ovital do ta bëni me njëherë. Në çdo stin të vitit veza Ovital vjen po njësoj tek ju, e freskët dhe me një siguri maksimale ushqyese. Atere, me që se hodhëm vajnë aty, hodhëm dhe vajnë këtu tek qepët. Dhe është momenti që do shtojmë edhe kripën këtu tek qepët. Ta hedhim një sasi kripe në fillim fare, dhe shikojmë më mbrapa se se në fund fare. Po gatuajmë paralelisht dy receta, kështu që ndoshta na shikoni që kalojmë një herë te tigani dhe një herë te tasi, po jemi duke bërë harxhin e specave të mbushur dhe bukën e misrit që do ta kemi përsëri të mbushur. Dy receta që unë mendoj t'i lexojmë pak tani, madje le t'i lexojmë të treja. Do hedh një majës mije, pak fare, pak. Ta forcosh pak. Ashtu, kaq që është mjaftueshëm. Okej. E kemi në rregull bromin, mund të lexosh recetat, unë do shtoj bromin. Ti lexojmë pak. Nëse thjesht të themi këtu për tavën, nëse doni domethënë që të shtroni një letër kuzhine kur tava juaj nuk, domethënë ngjit si kjo, është më mirë sepse del edhe më kollaj. Në rast të kundërt, e spërkasni me miell edhe lyeni me gjatë, ashtu siç bëjmë kekun, edhe kemi prapë në rregull. Okej, bukur. Tani do shtoj bromin unë dhe Anila do lexoj recetat dhe do shtojmë bromin, por nuk do ta vendosim në furrë pa e parë ju. Tani do të shohim në ekran së bashku recetat e ditës së sotme. Mangje tradicionale me speca. Na duhen 800 gram speca, 2 qep mesatare, 2-3 domate në kubik, kemi 3-4 thelpinj hudhër, një spec djegës, një dorë oriz, ose 3-4 filxhan, 3/4 ndjes filxhan çaj oriz, kopër, majdanoz, nenexhik, krip edhe piper, vaj dhe një lugë supe gjalp. Buk misri e mbushur me djathë e domate. Për brumin, 2.5 filxhan çaj miell misri, pra 2 filxhan e gjysmë, na duhen 2 kokra vezë, 1 filxhan çaj kos, 3 lugë supe vaj, 1 maj luge sot buke ose baking powder. Mbushja do të bëhet me 150-200 gram djathë, me 2-3 kokra vezë Ovital, 10 tomatina ose domate në kubik, 1 spec gogozhare, rigon ose nenexhik, gjithashtu edhe fara susami. E në fund fare, do ta mbyllim me kunguj të njom me vezë, 3-4 kunguj të njom, na duhen 3-4 kokra vezë, 2-3 lugë miell, 1.5 filxhan çaj qumësht, vaj, gjalp, krip, piper. Shumë të mira recetat. Edhe ka këto recetat që shijojnë në çdo orë të ditës. Bukën e misrit e bëni dhe mund ta konsumoni edhe për pasdite, edhe për darkë. Po të ndonjë copë vete në punë mund ta merrni, këkulloria duket që vjen shumë pranverore dhe e freskët, e përshtatshme edhe për vaktin e drekës nëse i shtojmë një gotë kos apo një sallatë, pa diskutim që mangje e kishim në recet? Po.
Okej, të shkruar ashtu. Mund ta... E thon zona e tropojës, nuk e thot nga hart. veriu, do me thënë. Okej, shumë veriorët. mirë. Unë po e them ashtu si ti e ke shkruar, që të mos krijojmë kështu konfuzion kur lexoni recetën dhe dëgjoni se si ne e shprehim këtu në studio. Atëre, e shikoni, do me thënë, kam bërë një hapësirë në mes, e kam hapur pak anash, do të shtojmë vezët edhe djathi, do me thënë, do të hedhim prapë këtu një 2-3 kokra vezë, sa të duam, me thënë. Po për masën që kam, unë do hedhë 2, janë mjaftueshëm. Morëm një të kuqe, një të bardhë. Edhe të parat ashtu i bëm një të kuqe, një të bardha, një la çudi. Si në rastisë. Që në kanë shumë. Edhe këto ja. Sepse kemi zgjedhur paketimin që i ka të miksuara, i ka të dyja ngjyrat. Pra nëse ju nuk dini këtë zgjidhni, doni vezën e kuqe apo të bardhën, ky paketimi me 8 kokra të shportës nga Ovital ju vjen me 4 vezë të bardha dhe 4 vezë të kuqe. Kështu që i keni të gjitha, nëse keni kështu preferencë. Pavarësisht se janë në cilësi, në freski, në shije, në vlera ushqyese, po njësojë, po ndonjëherë janë kështu preferenca personale, si për shembull unë kam që vezë të kuqe të përdor gjithmonë. Janë edhe njëra edhe tjetra, një lloj. Tani hedhim edhe pak vaj, do t'i hedh pak piper këtu, edhe këtë masën e përgatitur, do t'a hedhim në qendër. Pra ke buka i ka të gjitha gjërat brenda? I ka të gjitha buk e gjell. E gatuani dhe e hani ashtu. Buk e gjell bashkë. Kjo është buk e krip e zemër. Edhe tani unë do t'i hedh edhe pak sosa. Do t'i hedhim kështu anash. Na doli si një tart e kripur. Në formë, duke qenë se është dhe tava në fakt që ne ashtu si që thua përdorim për tartë. Por është një, si thua, është tart apo bukë, le ta themi si të duam, e cila është e pasur dhe e plot, si me vlera ushqimore, por edhe me përbërës që na shijojnë. E vërtet. Tani do të ngele për të hedhur domatet. Kërkoja thikën, po. E di që hedhim me gjithë këto, tani kohët e fundit, kanë përdorin shefat sepse thonë që ato nxjerrin një aromë dhe një shije. Dhe nuk është se bën dëm. Kështu që po doni edhe mund t'i hidhni, nuk unë i ndaj kështu faktikisht, që t'i hedh gjithandej. Okej. Duhet të japim dhe ato informacion në fundit. Në fund fare, unë kam menduar që ti shtoj, e kam pak djathë të verdha ati, pakës në fund fare, kur do të shtoj atë pjesën e energjikut edhe të rigonit. Okej. Pra pasi të jemi, po themi në ato 5 minutë në fundit të pjekjes. Që ta vendosim edhe njerë për të marrë atë faqen e fundit si themi ne. Po, me kuptoj. Edhe një domate këtu dhe jemi në rregull. Sepse tani kemi... Sa minuta dhe sa kohë do ta kërkoj pjekjen? Shiko, tani fillimisht ne do ta vëmë për 25 minuta, 180-200 gradë, dhe pastaj do ta heqim një 5 minutë tjetër. Pra rreth 30 minuta do që të bëhet komplet, aq sa bëhet buke misrit. Unë do ta heq, do ta spërkat me pak rigon, do t'i hedh edhe pak djath, pak në energjik, që ta bëjmë akoma edhe më të shishme edhe më të plot. E kemi gati për ta vendosur në furrë. E vendosim në furrë dhe ne përqendrohemi tek receta tjetër. Tani, kati mos kemi patur këtë poshtë më gati? Atë poshtë, si do bëjmë tani? Si do bëjmë tani, një sekundë, se një furrë kemi ndezur, një furrë se kemi ndezur. Si do bëjmë tani, që s'ka gjë. I mbajmë edhe ato. Oke, i mbajmë edhe ato, mirë. Se s'është kek që të ketë nevojë. Nuk i bje. Nuk bje volumi. Për kundra, si qetësohet edhe... Do qëndrojmë aty? Do qëndrojmë tani këtu që të fillojmë me recetën e radhës. Oke. Që mos ti... Unë e kisha urur pak temperaturën. Pa, që mos në ti gjej qepa, po ndërkohë, njëri bëri se u zbut edhe u gatua me zjarë të avashët. Edhe kur fillonin, edhe pregatisnin këtë anvisat, do me thënë, fillonin me qepën, na vinte një aromë shumë e mirë në gjithë situash, edhe kur kanë qenë ato shtëpit private, vinte era aroma. Kur gatuaj. Gjellë me specat, të mbushura, apo fërgesa, apo të skuqura, apo skuqnim qepën, e ndjenim që nga largë skuqen e qepës. Atë aromën e reçelit kam qefur, kur bën dikush reçel në pallat,
Të kam pëlqen, shumë Anela? qef, po. Mua dhe qepa më ka lënë kështu, do me thënë, e dua këtë aromën e qepës. Prandaj që në këto lloj fërgesa, qepa do një çik, do me thënë, që të nxjerrë atë aromën e mirë. E unë me që janë këto qepët të cilat janë në basë qepëve të njoma, fillojnë dhe bëjnë atë kokën, dhe janë qepë të njoma dhe këto nuk janë ato qepët e tata. Dallohen që kur i pret në fakt, sepse kanë atë kërcitjen. Kanë atë kërcitjen, edhe prandaj faktikisht në pranverë është mirë të përdorim këto lloj qepë, se e sillin më të ëmbël, më të shishme gjellë, më të lehtë, nuk e kanë atë pikantin, do me thënë, të rëndë, do me thënë qepa e thatë. E dimrit, po theme, po. Ja dhe pak, që ta lëm pakës fare akoma, edhe nuk do shtojmë domatin, që ta zbusi, po do shtojmë specin, që të zbute specin, dhe pastaj do shtojmë domatin. Kështu që, në ranje. Edhe specin e presim kështu në rast. Tani e të razojmë që të na zbutet pak speci. Edhe e di si them unë Anila, me që e kemi këtë kohën kështu. Ta bëjmë atë kungulloren. Të bëjmë atë? Tu duhet presim në se skuqet dhe specat sa të kalën e domatja. Ta lëm që të bëj, do me thënë të ullet pak vëllimi kësaj. Ne kemi gati 10 minuta ko. Kështu që leta lëm që këtë na zbutit, edhe të filloj me kungulloren. Kalojmë këtej, mirë, ashtu e bëjmë. Filloj me kungulloren. Ne kemi prezentuar të 3 recetat më herët, kështu që jemi në regull të fillojmë gatimin e së tretës, dhe pastaj të rikujtojmë her pas here se çfarë kemi gatuar dhe çfarë do të përfundojmë deri në pjesën e dytë të gatimit, se e dim që ndodh që her pas here shkëputeni nga ekrani, po bëni edhe ju drekën tuaj ndoshta në shtëpi, apo po merrni edhe me ato punët e shtëpisë. Edhe këtu do përdorim vezë. Edhe këtu do të përdorim vezë. Këtu tani, e le t'i hedhim të kena e madhe, të shikojmë se si ja. Sa kokra na duheshin këtu? Këtu le të hedhim ja 3 kokra. 3. Marim edhe një radhë. Okej. Do një tel, apo? Edhe pak kri piper, Anila. Kri piper. Urda. Faleminderit. Të lutem. Edhe kemi këtë kungullin e ëmbël. Që e ke grirë në rende. E kam grirë në rende, po. Ndërkohë që unë do t'a pudros për para, të lutem dhe gëshërë tani. Me mjellin për çdo përdorim në këtë rast. Shiko, duhet të them anvisave që këtë mund t'a bëjnë edhe me një dorë trana, mund t'a bëjnë me një dorë oriz, mund t'a bëjnë me një dorë miell të zi. Të verdë, do me misri. Të zi po quajmë integralin. Makar, edhe ashtu si që thua, Anila, ta ma. Unë do t'a hedhë me dorë, si e hedhin në natona dikur. Haq, është mjaftushëm. Okej. Kjo është një recete thjesht që i përzihen të gjitha, edhe i vendos, do me thënë, në një tavë të lyer më përpara me gjalpë ose edhe me vaj. Ndërkohë që brenda këtu hedhim edhe vaj. Të duhet qumshi, besoj thjesht. Po, qumshi më duhet për të shtuar këtu. Të më japësh mua atë? Urdhoni, faleminderit. Të lutem. Tani, neve, dikur nënat i hidhin në një thrimë djath, në një gjë, do me thënë çfarë mund të kishin ato. Unë do t'i hedh pak nga ky djath i verdh që kam këtu. Çfarë do lloj djathi që juve mund t'ju ndodhet në shtëpi. Do t'i hedhim edhe qumësht, se mielli që hodhëm do mbledhi, edhe vezët do t'a mbledhi, do me thënë. Edhe t'i hedhim edhe pak vaj, Anila, të lutem, vaj. Faleminderit. Të lutem. Do lyem tavën fillimisht. Kri piperi shtove, ti heq këto? Po, hiqi, faleminderit. Ashtu. Na duhet fuç apo s'ka problem se ja edhe këto.
Ja, u bë veprimi, s'ka nevojë. Okej, aty e kemi nëse. U bë. Është ai momenti që ta tregojmë që e kemi. Jo, kemi. Ja, ta bëjmë. E spërkatin tani edhe me pak do miell gruri, do miell mistri, është ajo që thash që mund ta bëni. E ky mielli mistri në fund të tavës bëhet i lezetshëm në fakt, se krijon atë koren e këndshme. Mua më pëlqen kur e përdorim. Kështu qoftë edhe një stres të vogël. Okej, edhe specat më duket se po fillojnë pak nga pak të gatuhen. Tani? Gati këtu. Po? Do t'i shtoj pakës djath lartë. Edhe aty kam atë gjalpin që ashtu se marim, kemi gjalp brenda, po të marim atë gjalpin të Marim të që kemi këtu. Këtu edhe pastaj. Aska që se po i pres me gëshërën. Se të dëshirash ti, ja. Edhe fikon e kemi. Edhe tani në furrë, në temperaturën 200 gradë dhe do ta lëm për 25-30 minuta. Në rregull është, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm. Në rregull. Ja, Iku dhe kjo. kjo ishte kjo kungullorja, do me thënë tradicionale. Zakonisht kur marrim që bëjmë kunguj të mbushëm, na ngelen do me thënë pjesë të kungujve që nuk i përdorim për mbushje, edhe bëjmë këtë kungulloren që e pat se sa thjesht është, do me thënë përzjeni, qoftë thash një dorë oriz, në dorë miell, mistri, gruri, integral, si që thamë atë miellin e zi, pak djath nëse keni, nëse s'keni s'ka problem, 2-3 kokra ves, pak qumësht, të gjitha bashki përzim, lyejmë tavën, hedhim dhe pak vaj brenda dhe në forë, 200 gradë, 25-30 minuta, do ta keni gati. Është shumë i shishëm, është i lehtë, është pranveror, është gatim pranveror, sepse që është e vërteta kungullin në këtë sezon, do me thëmë përdoret shumë, edhe është edhe shumë i shishëm. E vendosim në furrë që të na bëhet gati. 2 tava në furrë tani. Furra jon plot. Ja ta vendosim poshtë. Ndërkohë, aq kohë sa do të kemi, do të merremi me gatimin që në fakt e nisëm të parin, por do pak më shumë kohë ka disa procese pune. Që është e vërteta, këto duan një zbutje dhe një kavërdisje të mirë, gjë që në këtë moment, si që shikoni, edhe specat tona u zbutën. Kështu që është momenti që do të shtojmë domate, edhe shikoni që domaten e kam kështu në kubik të vegjël, duke hequr pjesën e cipës është më mirë, dhe sigurisht që edhe pjesën më të madhe të farave, kështu që ka domate, mund të zgjedhim domate të cilat kanë tul, edhe janë shumë të mira për këtë lloj fërgese. Tani është momenti që këtu faktikisht hudhrat mirisht i hidhnim edhe që në fillim fare. Tu kam hudhrat të njoma, pra kokë hudhre e njom, prandaj dhe kam hedhur më tepër thelpin, se janë shumë të njom dhe shtu që edhe hudhrat tani në këtë kohë, si tuash kanë më pak atë fortësinë e shijes së tyre. Kështu që hedhim më tepër. I shikoni. Tu kam speca djegse. Unë do i hedh 1, 2. Ju e në shtëpi hidhni sa të doni. Po, një spec hoqe kati. Se si shtave 3? Mos e bëjmë shumë. Okej, mirë si të duash. Ashtu. Si të duash. Tani, prit një herë. Para se të shtoj këtë miksin erzave, do shtoj domata. Salcën, koncentrat, po. Të shtoj këtë, edhe atë që them gjithmonë, ta vendosim në qëndër, që ajo të kavërdiset, se pastaj më mbrapa, do thoni që ato të trazohet dhe të kavërdiset. Jo, duhet ky veprim, se tamam këtu kavërdiset mirë, dhe pastaj e trazojmë se lëngjet e domates edhe të qepës dhe këto të tjerat nuk e lëngjet kavërdiset ashtu si që duhet. Edhe vjen era e salcës. Bëjeni këtë veprim, do shta ju duket si një veprim i vogël, ose një veprim që mendoni se nuk do t'jetë jep në një tjetër rezultat, po provojeni se vërtet ka tjetër rezultat, ka tjetër shije gjella. Këto ngacmimet e vogla të gjellës bëjnë ndryshimet e mëdhaja në shijen e gjellës. E të razëm, ja. Shiko, nuk të kushton gjë. Në fundit i hapim ato anash, edhe ja, bëhet ky veprim. Tani, hedhim edhe unë kam miksë erzas. Nëse doni, hidhni, tani gratë i përdorin
zonjat Nikoqiret në shtëpi, ato që duan t'i përdorin, le t'i përdorin. Ato që nuk duan t'i përdorin, le mos t'i përdorin. Se ka dhe zonja që nuk duan të përdorin, në me thënë, nga këto mikset të ndryshme që janë qoftë erza, qoftë perimesh, i bëjnë vetëm ashtu. Shikoni që kemi dhe pak më tepër yndyrë se sa duhet, sepse që është e vërteta, kjo lloj fërges e pranon yndyrën. Tani është momenti që do të shtojmë edhe orizin. Pra shikoni se sa pak oriz. Kjo është, si thuash, një mbushje, ose harsh që e thonë zona e Tiranës, cilat bëhet, do me thënë, në këtë trajt dhe konsumohet me bukë. Hahet me bukë të ngrohtë. Me çapa. Me çapa, tamam ashtu. Pasi e trazojmë edhe pak, unë do t'i hedh në energjik, më pëlqen faktikisht në energjiku. Në të mbushur unë e përdor shumë në energjikun, kështu që do hedh në energjik dhe në fund fare do ta shoqëroj me majdanoz. Okej. Do hedhim sa gjetëza në energjik. Ne shtojmë dhe në energjikun dhe besoj do t'i duhet pak kohë të gatuhet edhe orizi edhe specat bashk. Dhe do i presim këto amvisat, sepse kjo do kaloj dhe në furrë. Anila. Në furrë sa do duhet të qëndroj ajo? Po, mbrapa një 10 minutë duhet në furrë kjo pastaj. Atëherë ne bëjmë diçka. Japim kohën e nevojshme gatimit të bëhet gati për në furrë. Kur të kthehemi, bëjmë një rikujtesë çfarë kemi bërë, e vendosim në furrë dhe në pjesën e dytë do kemi kohë edhe ta presim 10 minutë në fundit të furrës. Gjatë asaj kohe do të kemi gati edhe bukën e mistrit të mbushur për ta nxjerrë dhe për t'i shtuar ato produktet e fundit për ta rikthyer në furrë përsëri dhe besoj edhe ato kungulloren do ta kemi deri diku gjysmë të pjekur. Kështu që ta nxjerrim edhe ta servirim, që të shikojmë se ç'kemi bërë. Për mbledhje të gjithës e bëjmë kur të kthehemi pas hapësirës publicitare. Që të jeni duke na pritur edhe të shikojmë së bashku se si do të përfundojnë të treja recetat e kësaj dite të enjte. Qa po mendon, thonë të shoj që shikojnë gjërat tu edhe... Shikoj gjërat faktikisht është ajo e fundit të që për t'i dhënë shije faktikisht, është mirë që të përdorim pak gjalp. Okej, në para se tavën, do më thonë, ta vendosim në... Ja, që sa të shkrihet gjalpi, merë dhe atë shijen përfundimtare, dhe neve do të regojmë pastaj sofrën tonë se që kemi për këtu. Tani, këtu do të vendosim në furrë, Anila. Të marrë pak letër aty të lutem. Po, ja të ndihmoj jonë. Faleminderit. Atëherë, e thjesht për të përgatitur, një rifreskim kështu çfarë kemi bërë, e kemi nisur me qepën, specin, kemi hedhur më mbrapa salcën domaten, kemi shtuar një dorë oriz, erza si pas dëshirës, kopër, majdanoz, energjik, çfarë t'ju pëlqej juve më shumë, edhe ato kripën dhe piperin. Nuk kemi hedhur ujë, thjesht një shplarje të lekë, ndoshta, si tu ashtë as gjysmë filxhani ujë, nuk ka nevojë, sepse edhe ai orizi, një dorë oriz, zihet me ato, si tu ashtë lëngjet e domates, të specit, të gatimit. Do zjarë të avashët që të bëhet gjellaj mirë. Ne tani do të vendosim në furrë për një 5-10 minuta thjesht që të shkrihet e gjalpi, edhe të lidhen edhe më mirë, dhe sigurisht që kjo përfundon edhe në tigan. Nuk ka problem, përfundon dhe aty, por furra i jep tjetër shije. Patjetër, në fakt ma më pëlqen që të gjitha gatimet të kalojnë nga pak në furrë. Kati, mendoj që... Cilën nga bukën e mistrit? Atëherë, kemi përgatitur gjithashtu një bukë mistri të mbushur, është shumë e shishme dhe shumë e thjesht për të përgatitur në fakt, sepse edhe vetë brumi i bukës së mistrit nuk është bërë në atë formën klasike me ujë edhe me vaj apo me ndonjë ingredient të zakon që ne e bëjmë, por është bërë me kozë gjithashtu, është bërë me vezë, kështu që nëse e shikoni vërtet ngjan si një tart, tham pak më herët, po vërtet e tillë ngjan
Këto janë të gjithë përbërësit që janë dashur për të sjellë këtë bukë misri të mbushur me djathë e domate, pra 2.5 filxhan çaj miell misri, 2 vezë, 1 filxhan çaj kos, 3 lugë supe vaj, 1 majluke sot buke ose baking powder, mbushja është bërë me 150 ose 200 gram djathë të bardhë, 2-3 kokra vezë, janë rrahur së bashku, pra kemi krijuar një folesë të vogël mbi brumin e shtruar në tavë dhe i kemi shtuar këtë mbushje. Më pas 10 domatina ose domate në kubik, një specë gogozhari sipas dëshirës tuaj, rigonin dhe energjiku. Susamin e kemi hedhur para se ta vendosim në furrë, ndërsa rigonin dhe energjikun tham që do t'ja shtojmë kur ta nxjerrim nga furra dhe ja ku i kemi tani të plotësuar e të bukur. Po, nëse duan anvisat edhe ju ndodhet pak djathë, do me thënë, shiko, të javë, edhe e vë një, si tuash, 2 minutë, sa të shkri ai djathi. Po. Por edhe këtu ajo. Fillon dhe shkri në fakt, sepse temperatura është ende e nxehtë. Shumë e këndshme doli, doni mua më bëjeni pëlqen në ka furrë, shumë. doni ta lëni kështu, do me thënë që të marri, s'ka nevojë, do me thënë që të vendoset edhe në furrë, si ta doni juve bëjeni. Pra, kjo është, si thuani, la ta vendosim apo ta lëmë dhe? Si të dëshirosh ti, unë mendoj që... Ta lëm pak të na shkri këtu edhe sa të na bëj gati ajo, neve shiko. Unë kam pasur që të se këto shoqërojnë shumë mirë, edhe njëra tjetër, me një fërgesë që bëhet me kos të kulluar. Nëse keni kos të kulluar në shtëpi, keni dhe këto hudhrat e njoma, keni dhe ndonjë spec gogozhare, bën një fërgesë shumë të mirë me rigon brenda, që shoqërohet, qoftë me atë, qoftë me... Ta kemi si mesore, se tash mesore. Për një mesore, çfarë do të na duhet të kujtojmë edhe një herë, sepse këtë recetën kos nuk të e kemi. kulluar, jo nuk e kemi, por nga që kishim edhe këtë bukën, edhe bukën se kishim, se kemi bërë. Po, atëre, kos të kulluar, kemi një, si tuash, spec gogozhare, kemi në një telpi hudhër, pa tjetër që e kemi. Vaj ulliri, krip piper, rigon, edhe i trazojmë të gjitha bashkë. Një lloj salce po themi për ato mesoret e tryezës, ku mund të lyejmë bukën, ku mund të shoqërojmë edhe me bukën e misrit që tham, shumë mirë. Ja, ne që kishim neve tani këtu, i bëm edhe këta, e plotësuam edhe këta. Edhe i hedhim dhe pak nga kjo salca, lëngu i kësaj gogozhares. Po, që gjithmonë ka shumë shije, kemi thënë lëngu i gogozhareve, i pushive, mos ta digjet ndonjë gjë anëse. Mendoj që këtë bukën poshtë duhet ta largojmë, po ja se merrem unë. Ashtu. E trazojmë bashkë me hudhra. Kjo është një recet, do me thënë, e shpejt, e mendova unë me që i kam pasur to për bërës këtu, thamë që pse jo, urdo. E ke aty. Pecet, po kërkoj. Ashtu. Atëherë. Kati, urdo. Këtë kungulloren, ta lëm akoma? Do dhe pak. Sa të marim të shtrojmë neve në sofër këto të tjera. Në sofër. Më pëlqen kjo fjala sofër, se sikur e kemi zbehur pak, nuk e përdorim, se okej, nuk e kemi me ato sofrat në shtëpi, po më pëlqen si term, se tregon atë mbledhjen rreth e qark. Edhim vaj ulliri. Do të edhim kripet e piper, pra kemi hedhur edhe atë specën gogozhare. Edhe rigon, që të doni, do me thënë juve. Ti edhim dhe pak nga ky lëngu i specit, në vend të uthullës. S'ka nevojë për uthull, kur përdorim spec gogozhare, gjithmonë përdorin atë lëngun, se është shumë i shishëm. Edhe përveç se i shishëm, ka edhe vlera ushqimore. E trazojmë tani. Edhe kemi përftuar një salcë, që fillojmë hapjen e oreksit. Me thëmë bëjmë ato fetat e para. Hapja e oreksit në është bërë nga aromane këtu, edhe nga pamja. Fillojmë ato, si tu është ato pamjet tim, ato fetat e para të bukës. Po. Tani ku do ta hedhim? Ne ta hedhim në një tas, apo ta hedhim... Ku do të dëshirosh ti? Kemi dhe nga këto neve. Do ta presim atë bukën që kemi bërë? Apo? Ta bëjmë kështu bukën? Do ta presim edhe bukën, po. Janë sa shpejt, këthejmë një recet shoqëruese
Që fare mirë mund shkoj edhe me atë tavën me speca, me qënë Po, se ka spec brënda, po edhe për në një shoqërues mishi s'do ishte keq. Çfarë do gjë? Po pra, Këta mas për të brusketa, bukën të prerë në feta të holla, të bërë vetë, atë bukën e ftohtë që mbetet dhe her pas here e thekim edhe e kthejmë në brusketa përmesore. Ka mënyra se si mund ta shtojmë në tryez, edhe këtë salcë të bërë vetëm në pak minuta. Marrim nga këto që kemi këtu. Ta vendosim diku këtu. Bukuri. Edhe ta fshim edhe pak këtu se na është bërë me pak. Atëra, kryejmë pak vënd, sepse pak e nga pak do të shtojmë në sofër. Në sofrën tonë, të gatimet e sotme. Gatimet, po. Ja, kjo. Shumë mirë. Tani, të presim edhe bukën me ndoju. Po, do të presim edhe bukën, të marim atë Filon, çfarë po më thoja? Jo, thash atë tavën, atë tavën në sofra, vëm bukën në sofrë më mirë. Këtë po thua, unë them këtë ta lëm këtu ku është, sepse duke qenë se edhe tava është prej qelçi, nga shtëpia dallohet mirë në të gjitha krahët. Edhe nuk është e nevojshme ta tregojmë të është e dukshme totalisht. Po, shumë mirë. Më mirë ashtu. Presim edhe bukën. Këtë bukën që do presësh tani si e ke bërë, apo? E diu që do thuar si që e bëj gjithmonë. Buk. Se mos nuk na del, po djeg në fakt, po. Që ka pjek mirë. Sa e mirë. Bukë e shpejtë është kjo tani, ne nuk bëm një bukë të shpejtë, edhe unë bukët i bëj të shpejta, po edhe pse të shpejta, këto dalin shumë të shishme. Dalin shumë të mira. Mielli për çdo përdorim e ka bërë këtë bukën kështu kaq të mirë, apo ke bërë miksim miellash? Kam bërë miksim. Pak miell misri, pak miell integral, pak nga të gjitha. Dhe dalin dhe si më të shishme. Marrin dhe atë ngjyrën e bukur, mielli integral. Ja, e ka dhe atë. Tani, është e ngrohtë kjo. Është e nxehtë në fakt, po ne do ta presim se do ja shtojmë pak sa për të krijuar një ide. Shumë e nxehtë. Nuk do na pritet. Pse me atë thikën e sharrës ka ti? Kjo pret më mirë, po. Kjo e pret më mirë, po. S'na e pret edhe kjo. Kemi thënë që duhet të kullojnë. S'na e pret edhe kjo mirë. Bukët. Edhe tavat përgjithsisht. Si ta vëm, ta vendosim kështu një herë. Edhe pret se mos ndoshta mirë. Ne, akoma mua përvëllon duar që e pres, po. Po lëre, mos e çdo. E lëm të ftohet edhe e presim pastaj. Mirë, do ishte ta kishit parë edhe ju, po tani. Ja, kjo e treta. Sikur doli. E treta e vërteta. Një çik më ndryshe. Okej. Mirë, thjesht doam të krijojmë atë idenë që këto salcet shkojnë me këtë bukën e ngrohtë, të bërë vetë. Le të lëm kaq edhe ta. Kaq për momentin. Po, që mos ta. Mirë, atëherë kemi edhe pakës kohë. Do të shërbejmë gjithashtu në këto minuta që na kanë mbetur edhe 2 pjata të tjera. Në këtë minutazh që shoh që kam pak mundësi të rilexojmë recetat bashkë, le t'i shfaqim edhe një herë në ekran për herë të fundit për sot, natyrisht duke u kujtuar pak më vonë edhe se si mund t'i riktheni nëse nuk jeni duke na ndjekur në transmetim të drejt për drejt nga fillimi në fund. Ajo që na ka mbetur pa treguar të përfunduar është kjo recetë, është e quajtur mangje tradicionale me speca dhe për këtë recetë na duhen 800 gram speca. 2 qep mesatare, 2-3 domate në kubik, 3-4 thelpinj hudhër, 1 spec djegëz, 1 dorë oriz, ose 3/4 e 1 filxhani çaj me oriz, do të na duhet kopër, majdanoz menegjik, krip, piper, vaj dhe një luk supe gjalp. Kunguj të njom me vezë, 3-4 kunguj të njom të grirë imët në një rende, në duan 3-4 kokra vezë, 2-3 lug miell, 1.5 filxhan çaj qumësht, në duhet vaj, gjalp, krip dhe piper. Edhe bukën e mistrit të mbushur me djathë e domate që nuk duhet të lini pa e provuar, sepse e sigur që do t'ju shijoj shumë e do të kthehet në atë recetën tuaj të preferuar për ta bërë her pas here, duke qenë se siç ka ti thotë është bukë që i ka të gjitha gjërat brenda dhe nuk ka nevojë detyrimisht për shoqërues të tjerë. Dhe për këtë recetë ne nisim me brumin të sjell me 2.5 filxhan çaj miell mistri,
mielli i mistrit i verdhi, që ka atë aromën dhe ngjyrën pak më të fortë, na duhen 2 kokra vezë, 1 fixhan çaj kos, 3 lugë supe vaj, 1 majluge me sot buke ose me baking powder, pra pluhuri pjekës. Mbushjen e bëjmë me 150-200 gram djath të bardhë kemi përdorur për mbushjen, të prerë në kubik të vegjël, 2-3 kokra vezë, të gjitha të rrahura së bashku me djathin në një enë. Më pas kemi shtuar 10 domatina ose domate, të cilën ju e prisni në kubik të vegjël. 1 specë kokozhare sipas dëshirës tuaj. Në specën kokozhare zgjodhëm ta përdorim tek salca në fakt për ta shoqëruar këtë bukë, por edhe të tjera. Pasi kemi bërë të gjitha bashkë dhe i kemi vendosur në furrë, kur e nxjerrim do të shtojmë rigonin ose nenegjikun ose të dyja bashkë, ndërsa susamin e kemi shtuar para se ta vendosim në furrë. Dhe të gjitha këto ju sjellin një rezultat shumë të shijshëm të kësaj buke që ne kemi këtu mbi tryezë sot. Ka një aromë fantastike, ja dhe pse ne nuk e vendosëm më me djathin e shkrirë në furrë, ai është shkrirë edhe ka marrë atë, si thuash, edhe ngjyrën e duhur, por edhe shijen e duhur. Patjetër. Atëherë, ti hedhim një sy recetave që nxorëm nga furra, ne sapo i lexuam, pra receta e parë që lexuam bashkë mante me speca, me speca. Okej, është kjo këtu. Okej. E përfunduar është edhe kungulli me vezë. Kungullore. Kungullorja. Se ka kungull brenda, thuhet kungullore. Me thënë, kjo është një recetë e shpejtë. Po. Një kungull, vezë, thamë, një dorë oriz, një dorë trana, çfarë të kenë ambisat, një dorë miell. Është ajo receta që zonjat Nikoqiret në shtëpi, çfarë të bëjmë për momentin? Po, çka ka në frigorifer, shpejt edhe e mirë është në fakt. Shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Shumë e shijshme. Pak qumësht ato kanë pas përpara bulmetin, pak qumësht, pak djalë, pak djathtë. I përzinin gjitha bashkë në furrë edhe ua shërbenin fëmijëve. Makar të kishin domethënë këto gjëra domethënë si thuash biologjike që kanë qenë atëherë, të ishin edhe sot edhe ti konsumonin me shumë. Do kishin më shumë shije në fakt, një pjesë e mirë ushqimeve. Ndonjëherë kur na qëllon ndonjë specë ose ndonjë domate që ka atë aromën karakteristike, ka ti sa e provon edhe thua si domate dikur apo si speca dikur. Megjithatë, duhet jemi të kujdesshëm dhe në mënyrën që ne bëjmë pazar, ndaj shumë shpesh edhe këtu në Vila 24 ne ju propozojmë produkte të caktuara sepse i testojmë çdo ditë këtu edhe ju ja propozojmë në fakt duke e ditur që i konsumojmë edhe ja ndim vlerën si në rezultatin që na japin në gatim, por edhe në efektet që kanë në shëndetin tonë. Shpesh e themi që është më mirë të konsumojmë më pak dhe të shpenzojmë më pak, mos kemi ato manin të mbushim shtëpin plot, por ato 5 gjëra që fusim në shtëpi të jenë të sakta sepse ato do të konsumojmë dhe sigurisht që një ndër sekretet e të paturit gjithmonë një shëndet të mirë është të hani në shtëpi. Kështu që mos e merrni gatimin si një proces që do t'ju marrë shumë kohë, që ndonjëherë e neglizhoni sepse nuk dini çfarë të gatuani, sepse të konsumoni diçka të shpejt jashtë, nuk ka si gjella në shtëpi. Nuk ka, edhe atë të thosh apo si buka me vete, se mund t'jemi në punë edhe. Një domate, 2 patate, 1 dorë makarona ose 1 dorë oriz e bërë gjellën për drekë. Nuk do shumë, do me thënë, do, si tu është një fantazi, dhe mosoni tjetë qëfar do bëjmë, s'kemi edhe ekonomikisht ta bëni, mënyrën se si ju thash, do me thënë, këto përbërës, keni bërë një gjellë që vetëm me 1.000 lekë. Dhe mos më thoni që kushtojnë më shumë, këto përbërës që unë përmënda 1.000 lekë ju gatuani për të nxjerrë vaktin e drekës, nëse doni që të bëni, do me thënë. Edhe organizime. Shumë herë më mirë se sa ti të hani një hamburger e kështu. Ato mund të konsumojnë njerë në javë. Po më njerë në ka shko të gjitha në shkëmëndja, po dhe për një ëmbëlsirë të bler jashtë, po dhe për një pizë të bler jashtë. Të gjitha janë në program, por që e përditshme, ja themi, flasim për të përditshme. Pastaj sigurisht që çdo gjë që është në treg, çdo gjë është e konsumueshme, por me karar. Kjo është e rëndësishme. Karari bën rezultatin. Atëherë, Kati, të kujtojmë pak edhe ata që po na ndjekin se si mund të na rishohin, edhe pse unë e di që shumë prej jush vazhdojnë të jenë besnike tonat edhe në rrjetet sociale apo në YouTube, se shoh dhe zonja që komentojnë që janë shumë shpesh të njëjtat, kështu që më vjen mirë që kemi një lloj komuniteti kështu edhe virtual. YouTube-i mbetet ajo hapësira gjithmonë e disponueshme në News 24, pra kanalin zyrtar të televizionit, gjithashtu në këtë logo me këtë kopertinë
shohin dhe me këtë emër, Villa 24, News 24, do të gjeni kanalin zyrtar vetëm të emisionit ton të përditshëm, natyrisht që faqja më e madhe e informacionit dhe jo vetëm vazhdon të mbetet Balkan Web, e preferuara juaj edhe e jona gjithashtu, kundër të tjera, jo vetëm që merrni informacionet më të shpejta, më të besueshme nga vendi, nga bota, që nga argëtimi e deri tek eksporti apo showbizi, e natyrisht që aty më gjeni mua dhe Katerinën me video tona të përditshme, me receta të detajuara në përbërësit që janë përdorur në çdo gatim, pa diskutim keni edhe videon e cila ju mban edhe me muhabet. Muhabet, është e vërtet Anila, dhe me muhabet, dje në një muhabet, në një bisedë me zonja të nderuara dhe të shumë të mira. Madje ishte edhe një zonjë vlonjate, por që jeton prej shumë kohësh këtu në Tiranë, Linda quhet. E përshëndesim, është, si thua, shkëmbym edhe ato mendimet, përgatimet si bëjnë. Na ndjekin Anila të dyja dhe neve falenderojmë. Patjetër, të gjitha zonjat. Por jo vetëm Lindën, të gjitha zonjat, sepse janë të gjitha të mrekullueshme, janë të mira. Nuk e kemi atë kohën gjithmonë që të themi, dhe unë dhe haroj dhe emrat ndonjëherë, dhe prandaj edhe hezitoj që tua them. Megjithatë, unë ju dua shumë, ju falenderoj të gjithave pafund që juve gjithmonë dërgoni ato fjalët dhe urimet tuaja të mira. Por mbi të gjitha na dërgoni dhe ato ankesat tuaja, ato kërkesat tuaja, se do të ishte më mirë se ndonjë kritik shumë. Ato na bëjnë më të mirë në fakt. Na bëjnë, domethënë, të rregullojmë se ku e kemi ato defektin ne që të bëhemi më të mira. Mirupafshim, kalofshi bukur, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura, të thjeshta recetat, por shumë të shijshme dhe të kënaqshme për gjithë pjesëtarët e familjes. Mirupafshim nga unë dhe me Anilën. Pasi do të them ty të lumshim duart, se sta kam thënë ende për sot, ju kujtoj që nesër në orën 9 me njëherë në studio nisim përsëri një tjetër kënd gatimi, tani është momenti që kemi një hapësirë publicitare.